kultura politike të ne është problematike sepse në parti politike gjithmonë kërkohet dëgjueshmëri absolute e atyre që janë drejtues saj, antarësisë, veçanërisht në gjitha nivelet e drejtimit dhe zonë disonant nuk lejohet nësni prej partive politika se të gjitha ato e thonë të kundër. Dhe kjo logjik pastaj reflektohet në institucione, kur të futet në për institucione, edhe institucionet e dyta, partitë politike shihet qartë ka një kulturë të kleptokracisë çuditshme, do të thonë, nuk është këtu ky pushtet i ka thonë aty në tjerë, por shihni ju për shembull tash nuk ka asnjë dallim, do të thotë për sa i përket korrupsion, është në shkallë të njëjtë. Kjo tregon që është problem kulturor i shoqërisë kosovare dhe është problem i madh. Një faktor që kish mujt me ndiku shumë dhe ndikon është sistemi zgjedhor, sikur të ishte ndryshu, edhe me bë sistemin zgjedhor, qysh është vetëm me bë proporcional sipas zonave. Ajo kish me përgjegjësinë politike kish me lokalizu.